Okej, kjo ulshu. Okej. Po. Okej, mirë, faleminderit për intervistë. Mirë është mas pari me bani prezentim për hir të korrektësisë për këtë ata ndëgjues. Okej. Nga vjen familja, këtë. Jam Ermira Gjunakaj, kom lind Deçan, 88-ën, i vetmi fëmijë familjes, mami Shehrije Sadriaj, ka qenë ginekologi, ka vdek në 2001-ën, kur i kom pas 13 vjet, babi ka vdek kur i kom pas 5 vjet. Çkaq. Okej. Edukimin, shkollimin? Arkitekte, diplomume, tash master. Mirë me kallëzu, se unë pe di. Okej. Mirë, kjo intervistë është u bë për një hulumtim që po financohet prej ambasadës amerikane, është hulumtim për hisën e gruas. Nuk është e thonën me ditë dikush që ju ka do hisja ose nuk ju ka do hisja, po mjafton veç nëse ka marrë pjesë dikush ose din diçka, din një situatë, din një rast, është hulumtim për hisën e gruas. A ki në i rast, Unë isha kallëzu rastin tem, se kallëzu raste për tjerë, se di edhe raste për tjerë, se unë vipi dugagjin puna e hisës është sen që diskutohet edhe nuk është si kur venet e tjera, se zakonisht venet rurale pak ma ndryshë është, favorizohen djemtë. Sa në po në kom rastin tjetër, se masi që jënë kun fëmijë që më ka dek baba që i ka trashëgu një pjesë, një tretën e familjes, masi është vllavi tretë, kështu në jam trashëgimtari që asaj pjesë e tokës. Po masi që nuk kom pas nevojë edhe jëm rrit për një prindi që ka pas pare, mami, edhe më ka majta e vetë, nuk ju marrë me punën e tokës, nuk kom pas nevojë me marrë ose me pas në beneficion dhe me tash pësajna, po e kom diskutu me aqët edhe në shka është në rregull, nuk kom me marrë pjesën tem, një tretën, do më thonë pjesën e babit tem. Që është në favor për mu se nështë atë isha konër që kësha jetu me prindët, e kësha pas babin gjallë, a jetu kishin e babit tem, e nësën kësha pas vlas, e kësha pas antar tjetë familjes, garanta e pjesë i kishku vllaut ose... Po ti e krejtë vetë? Po një me vetë një familje, kështu që unë e marrë pjesën e babit tem, ju pjesën tem. Po, shumë, okej, mirë. Sa antarjen, sa vllazën, sa motra i ka babit, që struktura gjyshja, si për ka nona, si për ka baba? Te babi jam janë 3 vllazën, kanë qenë, tash janë 2, edhe janë 5 motra, 5 halla do me thonë. Më vetë faktin që hallat nuk kanë pjesën hise, i bjen që unë nuk isha pas pjesë të shakun me antar tjerë, sidomos me vlla. Kështu që ndahet në djem zakonisht, po masi që unë nuk e kam babin, e pjesë është e jam. Do me thonë është ndonë me 3 pjesë, gjysha ka vdek, para 4 vjete, ka qenë për mi gjyshën, toka, kështu që tash me 3 kam ju nda 2 aqëve që janë, edhe mu një pjesë. As gjyshi. Gjyshi ka vdek, po nuk e ma e merë, ka vdek para se me gjithë. Do me thonë ka vdek shumë? Po, do me thonë toka ka qenë gjyshën, edhe para se me vdek babi jam. Atëherë kështu pak ma konkret nashta me ty. A ke pas rast kur jemi diskutu në familje këtë punë? A ke pas rast me një çfarë menimi kanë hallat në këtë rast, do me thonë gjënia femrore, prej axhallarëve, prej mashkullorëve, na pe dim që traditën e kena i nderi burrit e donë me ma shumë, me ka pozitën ma të nalit, që shënë krejtë të tradita tonë, a ke pas rast me kanë edhe a mu në shpysh pak? Po, ku marrë pjesa 2-3 debate që më bupën konkretisht për mu dhe për pjesën që më takon mu. Me hallat nuk kom pas kontakt me 2 aqët. Kjo ka ndodhur mas që ka vdek mami në 2001, ku jam kon mosh 13 vjeçare, 14 vjeçare dhe diskutua e që apo shkoj me jetu tash me aqët, apo vazhdoj me jetu me gjyshën edhe me dajt. Me vetë faktin që kum vazhdu me jetu me dajt edhe me gjyshën, ju financu pi dajve, për gjithë shka që mu ka dasht. Shumë mirë që... Kështu që ata kanë thonë okej, atëherë ki hisën, pra, masi që na nuk s'po mujna me t'ni mua dhe nuk e do ndihmon tonë dhe po ka kush me të përka financiarisht, e jona është tokën e babit tënë, kur dhe që dënë me marë, e qese me dokumenta për me ty edhe ajo ka me qene jotja. Tash, pjesa tjetër që ku marë pjesën e babit me ta ka qenë cilat pjesë është e jamja, që është ndahet toka. Se asë njëherë nuk u marrë pjesën asi oda të burav kërë nda, ose që shë ka nda ata. Ta më kanë thonë që ajo u diskutu me babin tem gjatë kohës që ajo ka qenë gjallë dhe u nda me fjallë tokat, se nuk ju nda me dokumente. Me dokumente që është regova është këtë për mi gjyshën, halja. Kanë thonë që ka pjesë në Katune dikon, është një pjesë pak ma e mirë dikon afër qytetit, edhe babi jam asi nuk ka jetu me ta, edhe gjatë kohës. Ku ka qenë gjallë, atëra e ka zgjedhë që ato,
se është ma afër qytetit, ma shumë ju ka përshtatë, edhe atë që ato po t'alojmë ty, e pjesën tjetër që është nga tune që nuk konvenon ti me pas, e ndojmë na. Që me këqyr me vlerë është e barabartë. Nështë atje ka tokë ma shumë, këto ka ma pak, po me këqyr pozitën geografike qysh është, ka vlerë ma shumë edhe që është, e na marrë për një farmesi. Po. E gjatë debatit, ajo në kanë edhe hallat. Jo. Nuk jënë kanë hallat, shumë interesant. Pse për ta mërë mene që s'jënë kanë hallat? Nuk jënë kanë hallat, se në këmë shku, jo pa pra le emrin, po ju këmë thonë, isha arë me full për tokë, edhe veç kemi full. Nuk është një punë qaqe madhe, nuk u bas njëherë qaqe madhe që mu diskutu kështu nivel matë mas, se veç u kone kryme, toka është e jotja, apo vendosim ti me marrë që pjesë, unë nuk më thonë nëse veç babi jam ka vendos me marrë qatë pjesë, qka të mjep një në e marrë, nuk është që... Po kuptoj. Ndim nuk më pas diçka për tyne që me thonë ju konë fëmija i vetë me vlau tyne që më kalon edhe për 30 vjetë që bëj tash nuk më pas në ndim financiare për tyne diçka, nuk më ly pas njëherë, nuk më ka nja pas njëherë diçka. Se ajo konsiderohet pjesë e hisës një diçka mujore më nja, po se na shtimje për shkollës, se sa ta i kanë shkollu fëmijët e vetë. Po, sigurisht. Shambullun vetë në familje kam rast, edhe në traditë të na shumë është përmen edhe nëse s'kan lanë me shkrem ose nuk e kanë da toka ose prafërsisht si të rastin e juj që e kanë lanë babit juj, dhe më thonë babës juj, ka lanë me gojë gjyshi ose gjyshi ati shka keni galan që thonë me gojë e ka lanë ose qysh është a ka metë edhe kjo me gojë apo është e shkrune apo qysh ka arë deri me me deri të babi? Po që kjo puna që e thonë që kjo pjesa që e ka zgjidh babi jo, që ajo është me gojë, so nuk e di çka ka thonë babi jam. Si pas fjallëve tyne, si pas fjallëve nështë atë gjyshës, që s'ma ka thonë mu, po ju ka thonë atyne atë babi jam me gojë pas ka zgjidh që atë tokën ofër qytetit, e jo toka tjera. S'po di në e rast tjetër. Që kjo është me gojë se me dokumenta këtë është e përbasht, hala. Ka metën e me shku. Me marrë iniciativën që munda tu ka me dokumenta në 3 pjesë. Qka menon ti personalisht? A ndohen korrekt në Kosovë, në traditë tonë, pasuritë dhe hiset mes vllaznive, motrave, fëmijëve, ose ma konkretisht për gruna, dohet në mënyrë drejt? Jo, s'ndohet drejt. Kisha pas me thonë, se tokën që shedin, kër ndohet, ajo veç shkon t'u përgjysmu, dhe tash në kohën tonë, më nuk është që njës po blenë toka dhe pe kanë tokën diçka sen primarësit pasunis. Por ato në që ato tokë që po shkon t'u ndoha dhe po shkon t'u zvoglu si përfaqja ma shumë gjeneratën tjetër. T'u pashit. Po, edhe zakonisht ndoha djemve. Famna martohet, edhe ka pasunin që i takon burit vetë, se do mos në kalumën, kur famna u martu dhe ka shku me jetu në bashkësit mëdhoja, kur kush nuk ka thonë, valla mere që pjesë tokë baraz me vllazën edhe mere ta shfrytëzojnë familja tjetër, se nuk kanë jetu ndomazish me burin e vetë. Unë mendoj që edhe qara faktur që kanë diku shumë. Se ka shku me një familje tjetër, jo veç me një person. Ndërsa tash edhe ju ndoha, sidomos nëse ka nevojë. Një farë mënyra ajo po një farë ndrimi, dhe me ke ka dhënë vajzën, po e ka marrë për djalin një vajzë tjetër, një farë balancë, një farë. Po tash mendoj që tash ju japët, edhe nëse nuk ju japët toka munda me dokumente në pjesë barabarta me fëmijë me djem, ju bot në kompenzim me në e blesë dhe mos tash në kohën e tashet jo një banes, jo kare ndoshta. Për shembull unë kam rastin shumë interesant. Te unë i ka trashëgu nana gjitha senet prej babës saj. Po është e vërtet s'ka pas gjyshi djem, po ka mujt edhe mishit. Mirë pa i ka vendos 2 qikave të veta, mja u dhonë kejt shpinë, edhe na jetojna me tezën me një barë. Edhe kejt kontrollohet prej tezës edhe prej mamit tem. Edhe unë menoj shumë njejt që nëse ka marrë puna herë do kur do unë vllazën nuk kam mu kone barabart me këtë motrat. E kishe bo njejt. Po, shumë menoj. E kom një banes që shme bo edhe një që milion 2 fëmijëve barabart. Edhe nëse e kisha pas, po, vajzë dhe djale edhe nëse kom e met me një banes, që kish pas me trashëgu dikush, unë e kisha pas një alon vajzës. Vajzës? Po, ndërsa pjesa tjetër e pasunis që është e jamja dhe burit e kisha ndohë për gjysë pse se unë e kum pas banes. Mu kam et banes pi babit tem, nështë s'kum pas motër se vlla tjetër që ishë ndohë me ta, po e di që shosh me konë femën edhe me pas një pronë tonën edhe ta rrit vlerën. Që nëse këtë femnat kishin pas pjesë barabart, hiset barabart me djemt,
vlera kish pas me qenë e njëjtë. Dhe që ajo që i lem femnat me pas vlerën pak më të vogël në familje. Edhe sa do që thonë që është e barabartë, sidomos në vene të vogla dhe në vene rurale nuk është. Nuk është. Rasti që treguve ti është i veçantë. Po nuk është shumë i veçantë, ka dhe raste tjera, ka mirë disa. Se kanë kësi rastet, për shembull, që nuk ka djalë, ka veç vajzë, që i trashëgohet pasuria tagjes, për shembull, që ka djem. E jo, po qashtu ka qenë rasti të gjyshi janë, ka mujt. Një alon tagjve, për shembull. Tagjve janë disa djem, janë edhe shumë punë të mangusht, pa i ka vendosë qika vetveta, edhe pse është ai motivi që i kanë vdek djemt, është një farë shtytje, mirë, po çajo është që shka ndodhë. Mirë. Mami ku t'ka lind? Mami ka lind Deçan. Në Deçan edhe mami. Do më thonë edhe babën edhe nanën prej Deçanit. A ki daj teze po i kom tash 2 daj që i 5 që kanë qenë, se gjyshem ka lind 10 fëmijë, po 2 tash janë 2 daj edhe 3 Di njëjtë edhe me gjyshem temë. Edhe 3 teze. A ka ndo ata hiset, a ki rasta? A ke ndëgju ose a e din pak a shumë që shka... Ata ka kështu një histori me hise, ata jetojnë halja bashk fizikisht toka është, edhe pse shtëpiat i kanë ndome, po me një obar. Në më thonë, toka nuk është ndome, që ka ndodhë me tezet e mija, ato janë të martume, 2 janë të martume, 1 e pa martume, tezja që është e pa martume jeton me gjyshën, edhe e gëzon shtëpinë e vjetër që ka ndërtu gjyshja me gjyshin. Bashkë me gjyshën, ku të njëjtën shtëpion edhe dhomat e 2 tezë fëmija tjera që nuk jetojnë aty, edhe dhoma e mamit tem që ka qenë, që tashon e trashëgoj. Po, e trashëgoj edhe shfrytëzoj sa herë që shkoj edhe ku shkoj i kom njëjtat si dojë që shikanë. Tash jeton gjyshja me tezën, dhomat e tezën janë zbrasta, i shfrytëzojnë vikend ku shkojnë pushime të verës, dojt jetojnë shtëpinë damas. Edhe që kjo është. Që është e çuditshme është se për Ndeçan, sa e di, shumica e pronave janë përmi dikon që hallën për shembull, ose gjyshën. Një person që i kanë besu ma shumë, edhe që me fjallja kanë tregu që qysh ka me shku puna e ndamjes. Nuk e di a çështje besimit apse, për shembull toka e dojë vetëmi, ka qenë përmi hallën e tyne. E pse mendon ti që ja ka lanë përmi hallën? Se shumë interesant këton. Halla nuk ka pas fëmijë. Edhe një farloj besimi që ajo ka mja vlon këtyne, po nuk e di për dokumenta, pse për një hallën, tu ka qenë devon. Besoj me kuptu pse është për një hallën, po ka qenë për një hallën e këtyne. Muj me ditë, dikush nashta, edhe kur të dëgjën këtë intervistë. Okej, Mira, shumë faleminderit për kohën, shumë faleminderit për intervistën. Besoj që ju ka një mund të qja. Besoj që një mund edhe unë besoj si ti që. Faleminderit shumë.